Ulje temperaturash dhe stuhi shiu parashikimi i motit për ditën e sotme. Për ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura. Rreshje shiu të erpasershme me intensitet ulët në pjesën më të madhe të territorit. Në zonën e jugut rreshjet në periudha fatshkurtra me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave. Temperaturat maksimale do të arrijnë deri 14 gradë Celsius, ndërsa ato minimale deri në 3 gradë Celsius. Në zonën e Alpeve, verilindje mbi 900-1000 metër dhe juglindje në lartësinë mbi 1000-1100 metër rreshje dëbore me intensitet ulët dhe lokalisht mesatar kryesisht në juglindje. Era do të fryjë me drejtim juglindje jugperëndim me shpejtësi mesatare 7 metër në sekond përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore era me shpejtësi deri 15 metër në sekond. Valëzimi në detet jon dhe Adriatik do të jetë i forcës 1 deri 2 ballë.